Kremlini hodhi poshtë të premten spekulimet se ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov nuk ishte më në krah të Vladimir Putin, pasi përpjekjet për të organizuar një samit midis presidentit rus dhe Donald Trump u pezulluan muajin e kaluar. Lavrov, 75 vjeç, një diplomat veteran i epokës sovjetike, i njohur për stilin e tij të fuqishëm negociues, mungonte në një takim të madh të Kremlinit këtë javë, shkruan Reuters. Duke nxitur thashë themet që u përhapën në media sociale, Lavrov nuk ishte i pranishëm në Kremlin të mërkurën, kur Putin tha se po shqyrtonte një rifillim të testimit të armëve bërthamore. Sipas Kommersant, një medium rus i lidhur me Kremlinin, Lavrov mungonte në takime marrëveshje paraprake. Sipas faqes së internetit të Ministrisë së Jashtme ruse, paraqitja e fundit publike e Lavrov ishte më 28 tetor, kur ai mori pjesë në konferencën ndërkombëtare të Minskut mbi sigurinë euroaziatike në kryeqytetin bielorus. Lavrov gjithashtu nuk do ta udhëheqë delegacionin rus në samitin e G20-s të këtij viti, megjithëse normalisht e mbante këtë rol. Kremlini tha këtë javë se zëvendës kryetari i administratës së Putinit, Maksim Oreshkin, do ta përfaqësojë Rusinë në samitin në Johannesburg më vonë këtë muaj, raporton Politico. Për 2 javë rresht, Ministria e Jashtme nuk i ka zbuluar planet e udhëtimit dhe angazhimet e Lavrov në fjalime për javën në vijim. Zhvillimet kanë nxitur spekulime se Lavrov, i cili ka shërbyer si ministër i jashtëm për më shumë se 2 dekada, mund të ketë humbur mbështetjen e Putinit për shkak të dështimit të planeve për samitin në Budapest. I pyetur të premte nëse Lavrov kishte probleme me Putinin, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e hodhi poshtë iden. Do t'ju jap një përgjigje të shkurtër. Nuk ka asgjë të vërtetë në këto raportime, u tha Peskov gazetarëve. I pyetur për të konfirmuar nëse Lavrov do të vazhdojë të punojë në rolin e tij aktual, Peskov shtoi: absolutisht. Lavrov po punon si ministër i jashtëm, sigurisht. Lavrov foli në telefon me sekretarin e shtetit të SBA-s Marco Rubio më 20 tetor për diskutuar samitin e mundshëm, disa ditë pasi u njoftua nga Trump pas një telefonate me Putin. Të nesërmen Trump tha se nuk donte të mbante një takim që do të ishte humbje kohe. Më vonë ai shtoi se e kishte anuluar samitin sepse thjesht nuk i dukej i drejtë. Trump ka kërkuar një afrim me Moskën dhe ka mbajtur një samit në Alaska me Putinin në gusht, por ai ka mbështetur thirrjet për një armpushim të menjëhershëm në Ukrainë me forcat në pozicionet e tyre aktuale, ndërsa Moska ka thënë se dëshiron që Kievi të lëshojë më shumë territor. Reuters dhe media të tjera raportuan se Washingtoni anuloi samitin e ri pasi ministri Lavrov dërgoi një mesazh që tregonte se Moska kishte e përgatitur të lëshonte dhe kërkesave të ashpra mbi Ukrainën. Financial Times citoi një burim që ngrinte dyshimet se biseda e Lavrov me Rubion e kishte dekurajuar Washingtonin. Lavrov është qartësisht i lodhur dhe duket se mendon se ka gjëra më të mira për të bërë sesa të angazhohet me SBA-n, çfarëdo që të dëshiroj Putin. Citoi Financial Times burimin. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova tha të premten se artikulli i Financial Times ishte botuar për të nxitur spekulime që nuk e ndihmonin Moskën dhe ishte pjesa e asaj që ajo e quajti një luftë hibride kundër Rusisë. Putin e ka bërë të qartë se përveç çështjes së Ukrainës, ai beson se një afrim midis Moskës dhe Washingtonit është në interesin kombëtar të Rusisë dhe i rëndësishëm për sigurinë globale, pasi të dy vendet zotrojnë arsenale të mëdha bërthamore.